Kryeministri Kurti që ka nënshkru në orë, kryeministri Thaçi, kryeministri s'ka nënshkru Kurti s'ka nënshkru në orë. Jo zoti Thaçi, jo zoti Kurti, ish kryeministri Mustafa që ka nënshkruar marrëveshje, kush i kush problemi te Thaçi, te Isa Mustafa, te Albini. Cilat kanë qenë kushtet e listës sëpska edhe dalja tyre nga institucione. Kesh përdorimin i kushtetuesit, ligjor, për kesh përdorimin e drejtës. Përgjithësi cilën e ka marrë Kosova nga viti 2013 edhe alo nuk arrin ta realizoj. Kush? Kosova. Parlamenti Kosovës edhe qeveria Kosovës. Ka fjalë për marrëveshjen viti 2013. Rrjedha gjonave çysh është? Rrjedha gjonave ka vazhdu është parlament vetëm është parlamenti që e ka miratuar si ligj. Disa kryeministra kanë si marrëveshje ndërkombëtare. Vetëm pak. Drenori kërkoi vetëm pak për historinë, se unë vetëm jashtë lojës janë lista serbe për këtë qeveri. Janë jashtë. Qartë është kjo vetë për opozitën, a mund të bëjmë në lojës? Me ato janë historia politike që kanë qenë brenda lojës. Maliqi është duke thënë që ata janë vetë përjashtuar, është qartë. Pozitive që keni fitu, vetëm për që ato e keni fitu, se njerëzit po mendojnë se vërtet o çliru veriu. Se çka ka ndodhur me veriu në ashtu. Është vërtet që shliu veriu po 99-ën ama. 99-ën u shliu veriu. Drenori Edhe jugu edhe veriu. Gash, ta dëgjojmë Drenori, urdhëro. Se pati disa ndërhyrje edhe ja bën pak me hile Drenori. Lista serbska se quhet, pra me emër kushtetues janë të regjistruar. Është e keqja e vetë serbëve lokal në Republikën e Kosovës. Ajo listë, mrena saj, njerëz që kanë qenë pro udhëheq saj, janë kanë të përfshirë direkt në një sulm kundër sovranitetit tonë, një zonë me armë. Më falë, ajo është edhe unë mendoj gabim që nuk u nxoni momentum para se të shkonin zgjedhje dhe të shpallej jo legjitime, terroriste, si dush dhe ti pa mundsohej sepse ajo nuk po i përfaqëson serbt. Ajo po përfaqëson direkt një politik të pasusit Miloševićit, e cili ka pretendime për ta okupu vendin tonë momentin e poshtë jepet mundësia. Ajo listë nuk meriton me ka pjesë e qeverisë, dhe në qoftë se Albin Kurti është qato pjesë e qeverisë, për menimin tem, çdo element i njerëzillëkut që i ka dalë bashkëtarëve bjen. Kushtetuta e ka dhënë që duhet ju jepet minoritet. Ata përfundoj. Ta përfundoj të lutem se po vetëm pa thonë mendimin e fond. Po, pajtohem, na e kemi një kushtetutë, na e kemi një kushtetut bosh që me lule për minoritetet, sepse ka qenë pjesë përbërse një marrëveshje për me arrit në vetësinë tonë mi bo këto lëshime, që të jem të ja po sherrën. Jem të ja po sherrën. Ta shka ndodhë? Po, kem pro obligim me integru një do ministri. Po veç në kushtetut, ata tham dhe në fond lutëm, ta tham dhe në fond lutëm, ne nuk e kemi obligim që atë minister, atë resor, të zgjedhën dikan gata në kuvend, por që se kemë obligim. Prandaj zoti Kurti, shqyr që do zgjedh një, jo 10 që shku në blok, po zgjedh blet pak të një i cili ka bashkëpunu me institucionet tona. Zoti Kurti nuk do të bëj asnjën nga lista serbe minister. Zoti Kurti ka marrë votat nga ta kur e ka zgjedhë presidentin e Kosovës. Para sulmit të Bansko. Ka ndru situata me Bansko. Ka ndru situata. Por situata e një. Nuk është situata e një, zoti Krajë të Kryziu, nuk është situata e një. Gjdo orvatjen këtë studio, që provojmë me relativizu rolin e kësoj liste mrena institucionet të Kosovës, unë besoj që është gabim, madje po i qojmë ujë vetë strukturave të fuqiqe që kur shkon në Këshillin e Sigurisë mi thonë Albin Kurti as mrena për mrena shoqërisë civile dhe media nuk e ka përkrajen që lista serbe është kriminale dhe ka provu me mjete jo demokratike, pra mjete dëshme me marë. Lista serbe duhet lista serbe në asnjë mënyrë në qeveri. As institucion të Kosovës që listën serbe çka ka shpall kriminale. Unë nuk kam të drejtë, as ti nuk ke të drejtë, një lloj epitete edhe më shpall.
Edhe mos prit nga shoqëria civile, as nga instituciu, me marrë drejtësi. Unë e thash ish dasht me u bo, nuk është bo. Kjo është nga obligim e shtim qeveri. Kjo shndrohet populizëm politik, duke dhënë epitete të ndryshme për individ, për subjekte politike, për ato. Nëse për ato i qishin s'mund t'i mohohet sa ato i qishin ka pri asaj. Jem të folë për një individ. Po edhe ka akt akuz për ato të ngarkuar një kallabllak faqesh aty. Ka